shumë mirë bëni. Ka lidhje me procedurën, sepse ka lidhje me kërkesën e cila po diskutohet. Vetëm do thoshja që komisionet hetimore, gjykata kushtetuese, po e perifrazoj, gjykata kushtetuese, komisionet hetimore thotë që nuk mund të kthehen në kinema, nuk mund të kthehen në kinostudio, nuk mund të krijojnë Babalen 2 dhe e pat akuzat se si i Merera, e pat shumë kollaj, tani, shiko, kjo çështje që ju keni sjell nuk është as shqiptare, as e re, as e ndershme. Juve në hallin e madh që ju ka zënë në vend që të ngrini një komision hetimor që të shikoni ato para tuaja që përfunduan në Washington, edhe se si përfunduan, edhe akuzat që i bën njëri tjetrit, akuzat që ju i bënit njëri tjetrit gjatë rezistencës demokratike kundra Partisë Demokratike, i bjereni me sajesa dhe merreni me gjëra të cilët kanë mbaruar për drejtësinë amerikane. Dhe tjetra është që doni të përpini dhe kompetencat e prokurorëve, se e keni me qef të madh. Ju të gjithë sikur keni dashur të shkoni në magjistraturë dhe si ju është realizuar ëndra, vini këtu edhe bëni akuza nga foltori aty si prokuror. Nuk mundet, thot gjykata kushtetuese, që parlamenti të përpi kompetencat e prokurorisë, që sapo bëni ju. Po më e bukur është që e bën dhe një pandehur për korrupsion. Pra duhet ishte dënuar për korrupsion me Gonigali, që të mundet ju të vinit dhe të ngrinit këto akuzat të marra. Kështu që sa për një kështu po lexoja fjalorin e Shqipes që thoshte që e dini se si quhet ai njeriu që bën të tjerët për të qeshur me veprimet e tij të shkathta, fjalori gjuhës shqipe. Personi që bën të tjerët për të qeshur me veprimet e tij të shkathta quhet karagjoz. Faleminderit kryetar. Zoti Luciano Boçi ka kërkuar fjalën procedurë. Ju lutem që ndroni te procedura.